Me ritëm të njëjtë, fushata për zgjedhjet lokale ka vazhduar edhe nga kandidatët për komunën e Gostivarit. Me motën është koha të shohim përpara me Gostivarin, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valban Limani thotë se nëse arrin të marrë besimin e qytetarëve, ai do të jetë kryetari të gjithëve, pa dallim feje apo etnie. Nuk do të shoh as parti, as fe, as ngjyrë, sepse ne të gjithë bashkohemi nga një gjë shumë më e madhe. Të gjithë jemi Gostivaras. Më 11 janar, dilni dhe votoni numrin 3. Ndërkaq, kandidati i Vlenit, Nevzat Bejta, ka takuar banorët e fshatit të Ballindoll, nga ku para qytetarëve të asaj zone ka shpalosur programin e tij, me të cilën kërkon besimin e tyre. Dëgjova kërkesat e tyre dhe prezentova programin tim zgjedhor me projekte konkrete zhvillimore për çdo vend banim të Gostivarit. Me 11 janar nisim që projektet të jetësojmë sepse bashkarisht na presin shumë punë të mira. Bejta nuk është ndalur me kaq, ai ka takuar edhe banorët e Lagjës së Re. I njoftova për të gjithë projektet që do të realizohen gjatë mandatit tim si kryetar komune, me synimin për të ndërtuar një qytet funksional e të pastër, me lagje moderne dhe një komunë me transparencë maksimale, gjithmonë në shërbim të qytetarëve, është shprehur Bejta.